Zëni Pajeziti, mirë se erdhët një tanë Kosovë. Sonte do të flasim për liberalizimin e vizave, por sikur t'ju pyesha para një jave do t'ishte shumë pyetje ma relaksuse. Tash, pas tragjedisë që ka ndodhur në lumin Tisa, në mënyrë të dhimbshme e kemi kuptu nevojën e kosovarëve për me udhëtu lirshëm. Pas kësaj tragjedie, a mund të shpjegoni një qytetari kosovar që ju këqyr sonte, se kur ata do t'jenë gjendje me hi në listën e bardhë të Schengenit dhe me udhëtu lirshëm në Evropë? Jeta fatkeqësisht rasti i fundit na gjeti në kulmin e angazhimeve tona për të bërë më shumë për procesin e liberalizimit të vizave. Këto ditë, siç e dini, unë kam patur rastin të nënshkruaj marrëveshjen e parë të riaddësimit, që është një nga kushtet kryesore për liberalizim të vizave me njërin nga shtetet evropiane. Dhe po ashtu fatkeqësisht nuk kemi ndonjë përgjigje nga ata që duhet ta japin, nga autoritetet e BE-s për datën se kur ne do të përfshihemi, po ajo çka është inkurajuese për ne është dokumenti i fundit i fizibilitetit për Kosovën, ose studimit për Kosovën i bërë nga Komisioni Evropian, i cili na ka inkurajuar duke na përfshirë në proces, duke i dhënë dritën jeshile Kosovës dhe një farë mënyrë duke hapur rrugën për ne në procesin e liberalizimit të vizave. A keni nxjerrë këtë marrëveshje pas negociatave lidhur me protokoll Serbi? A ka nxjerrë qeveria e Kosovës, ka mujt këtë me nxjerrë mas qëtyne problemeve lidhur me protokoll? Jo, as pak kjo nuk ka të bëjë me protokollin. Siç e dini, në verën e hershme të këtij viti, ne kemi aprovu në qeverinë e Republikës së Kosovës një udhërrëfyes për liberalizimin e vizave. Ju e dini që ne ende nuk jemi të përfshirë në këtë proces nga ana e BE-s dhe ne vendosëm që një anshëm të bëjmë planin ton për sa i përket angazhimeve dhe hartimit të një plani i cili nënkupton kryerjen e detyrave të shtëpisë nga ana jonë, që janë detyra kryesisht teknike, dhe më vonë, nëse para më pak se një muaj, ne aprovuam edhe një plan veprimi që është i bazuar në këtë udhërrëfyes. Apo na shpjegoni cilat janë këto detyra të shtëpisë që Kosova, obligime që Kosova duhet me i ndërmarrë? Në mënyrë shumë thjeshtë, a mund t'i përmendni cilat janë këto obligime? Këto tashmë kemi provuar disa herë t'i bëjmë publik, edhe pse opinioni më pak është i njohur me këto angazhime dhe me këto obligime që i ka vënë vetë BE. Ka të bëjë kryesisht me menaxhimin e integruar të kufirit, pra kërkuan standarde europiane për këtë proces, edhe legjislacion edhe infrastrukturë dhe institucione. Duhet të bëjmë progres ose të nënshkruajmë marrëveshjet të riaddësimit me shtetet të BE-s. Duhet të kemi strategji konkrete për luftimin e krimit të organizuar. Duhet të kemi ligjin ose legjislacionin për mbrojtje të dhënave. Duhet të kemi kvalitet të dokumentave dhe siguri të dokumentave dhe një varg çështjeve tjera për cilat ne konsiderojmë që veç i kemi kryer. Dëshiroj t'ju them po ashtu që të gjitha këto, pavarësisht se ne nuk jemi në plan ose të përfshirë në këtë proces nga ana e BE-s, nuk ka pikë e cila është si kriteri BE-s për procesin e liberalizimit të vizave, që institucionet e Republikës Kosovës nuk e kanë trajtuar ose nuk e kanë në proces shumë pozitiv të trajtimit. Mirë, po këto që i tregu deri tash, këto që s'janë kry, si aprovimi ligjeve të reja, sigurimi kufive, marrëveshjet për riaddësim, nuk janë bashkë të vogla, sa ka me zgjatë. Realisht, a mund nuk po kërkojmë premtime të kota, por realisht sa kanë me na zgjatë, tu i ditë që shkojnë punë në Kosovë dhe aprovimet e ligjeve, sa kanë me na zgjatë për me i përmbush na qëto pika? Dëshiroj të potencoj po ashtu që ambicjet tona për me bo planet të njanshme kanë qenë befasuese edhe për BE-n, dhe po ashtu raportet që i kemi dërgu për shkallën e realizimit të këtyre kriterëve po ashtu kanë qenë befasuese. Qysh befasuese kur na s'kemi strategji për luftim të korrupsionit, për shembull? Kemi strategji për luftimin e krimit të organizuar dhe kjo është një ndër kriteret kryesore të BE-s. Dhe po ashtu ju e përmendet legjislacionin, dëshiroj t'ju them që e kemi të kompletuar legjislacionin dhe e kemi të adaptuar në përputhje me standardet të BE-s. Legjislacionin për ujtjen e danave për shembull? Po e kemi aprovuar në qeveri para 2 muajsh,
është ndër ligjet e fundit që pritet të aprovohet në parlament. Kur ka mu aprovu? Si vjet, vitin tjetër? Jo, ajo do të bëhet si vjet. Më thonë është në procedurat e fundit edhe të dëshrej t'ju them që në agendën e seancës e ardhshme të kuvendit jam i ftuar që ta prezentoj në kuvend, që do më thonë është veç në proces për afër. Dëshrej të po ashtu të them që vlerësuar ose krahasuar me raportin e progresit, Kosova ka shumë progres edhe në raport me vendet tjera për sa i përket realizimit të kritereve teknike për liberalizimin e vizave. Dhe kjo shihet qartë në krahasuar me disa vendet fqinje edhe për sa i përket luftimit të krimit, luftimit të drogave.